Përshëndetje, receta për sot është sa e thjeshta që dhe e shijshme. Sidomos nëse keni mysafir në shtëpi, kjo recetë do t'ju nderojë. Vazhdoj me përgatitjen. Si fillim, në një tigan kam hedhur 3 lugë vaj ulliri. Ju mund të hidhni çfarëdo lloj vaji të dëshironi. Për këtë recetë kam përdorur pjesën e kofshës së biçit, rreth 4 pjesë. Ju mund të përdorni edhe bërxolla. Mishin e kam lyer në të dy anët me pak miell dhe e skuq në temperaturë të lartë. Kjo për arsye që gjatë pjekjes në furr mishi të mos i lëshoj të gjitha lëngjet që ka dhe të mbesi i butë nga brenda. Pasi i kam skuqur, i vendos në një tavë të cilën më pas do të vendos në furr. Në tavë kam hedhur gjithashtu rreth 10 deri në 12 patate të vogla, nëse nuk keni patate të vogla mund të hedhni patate normale. Rreth 5-6 karota. Domate qershi, në një tas ku kemi hedhur një lugë salcë domate, hedhim një gotë ujë dhe i trazojmë. Më pas hedhim krip, piper të kuq, piper të zi dhe rigon. E përziej mirë dhe më pas e hedhim në tavë. Tavës do t'i vendosim si fillim një letër kuzhine të lagur dhe më pas një letër alumini dhe do t'a vendosim në furr me 250 gradë për 1 orë e gjysmë. Pas 1 orë e gjysmë do t'ja heqim letrën dhe do t'a vendosim sërish në furr për 15 deri në 20 minuta, derisa mishi të ketë marrë një skuqje të lehtë. Më pas, tava është gati për ta konsumuar. Unë në këtë rast e kam shoqëruar me pilaf, por mund ta shoqëroni me thjesht me një sallatë. Nëse e provoni, ju bëf të mirë.